Pas shkarkimit apo dorëheqjes së Ilir Prodës, një tjetër epokë duket se do nisi në krye të policisë së shtetit dhe emrave të cilët janë duke qarkulluar sa i takon atyre që kanë aplikuar, por edhe le të themi potencialeve që mund të ketë për marrjen e drejtimit të këtij institucioni shumë të rëndësishëm. Duke nisur nga titulli i librit tuaj, profesor, Një jetë në policinë e shtetit, çfarë do donit të kishim në krye të këtij institucioni kaq të rëndësishëm? Cili është identikiti i personit që duhet të marrë drejtimin e këtij institucioni për ju? Unë nuk marr përsipër të i vë gishtin se kush do të jetë, sepse... Jo, identikiti në përgjithësi. Si identikiti. Në vlerësimin tim, unë në mënyrë të herpasershme jam shprehur në media, jam shprehur me shkrim, edhe në libër kam trajtuar këtë problem, edhe gjatë karrierës time jam treguar këmbëngulës që të forcoj funksionin e drejtorit të policisë, ta nxjerr, ta ngre këtë rol të këtija, të distancoj nga politika, përdorimi politik, dhe të zhvilloj standardet e policisë. Natyrisht kjo kërkon kohën e vet. Në gjykimin tim, drejtori i policisë është një figurë profesioniste që duhet vi nga karriera policore. Kur them karriera e rregullt, mundësisht do të aplikohet të ketë qenë policë, të ketë bërë një herë patrull, të ketë prekur shërbimet atje poshtë, të ketë marrë ato funksionet, shërbimet, me radhë një nga një. Kupton? Dhe të vijë aty të marrë drejtimin e organizatës policisë. Këtë provuar edhe diellin, thoni ju, këtë provuar edhe mungesën e pagës. Do të thotë të mos jetë nga këta që hyjnë nga dritaret, hyjnë në polici, ose që ka pas ato ulje ngritjet gjatë karrierës, njeri forcë politike e merr, tjetra e heq, i lirojnë, i marrin, dhe jo vetëm që duhet jetë i karrierës policore, po ka ardhur koha pas 30 ca vjetësh tjetë edhe me kulturë të gjërë. E vini re ju që drejtorët e policisë nuk flasin dot, nuk komunikojnë dot me opinionin publik, me media, janë të mangët, kjo tregon mungesë kulture. Edhe ka patur dorëheqje drejtorësh policisë, probleme drejtshkrimore. Edhe mungesë kurajoje për të shprehur, për t'i thënë gjërat, kur bisedon me ta veças i shprehin probleme, në media nuk dalin. Plus ato kriteret e tjera që ka ligji për policinë e shtetit. Mbi të gjitha, ai duhet gëzoj simpatin, besimin e punonjësve të gjerë të policisë, të bashkëpunëtorëve të tij. Po doj mos t'i frymëzoj, sepse punonjësit e policisë, kur marrin vesh që u ka ardhur drejtor një i panjohur, që s'ka dhënë ndonjë kontribut kush e di, atëherë me njëre kuptojnë që e ka zgjedhur politika, po njëri nga tanë, po s'ka pas në një merit të veçantë. Profesor, na mungon një drejtor i mirë policie shteti, na mungon një ministër i brendshëm i mirë, apo na mungojnë politika të mira sa i takon drejtimit të çështjeve të sigurisë? I kanë sqaruar këto, ministrat mund të gjesh plot të vësh. Politikan plot. Ne na drejtor policie nuk është. Bile unë mund... Po se drejtori në policisë e merr ai ministrin telefon dhe i thotë që ky është i imi, ai është i tjetrit, ai është i tjetrit. Ja një minutë. Do të thotë, drejtori policie duhet të matesh mirë për t'i vësh gishtin. Duhet të matesh. I ka këto standarde ky, i ka këto aftësi. Ai mund të jetë një teknicien i mirë, po jo të tërë teknicienët mund të jenë drejtues të organizatës. Nuk është kollaj, duhet të kesh edhe disa cilësi të tjera. Patjetër, ndryshe do ja linim për fat keq, nga llogaritjet që i bie që një vit e 7-8 muaj i bie mesatarja, pas 13-ës i bie drejtori i 7, më duket. Kështu i bie të ndruar. Dhe po ka që bile më shpejt janë ndruar dhe ministrat. Do të thotë, vetë politika gatuan me duart e veta, me politikën e vetë të emërimeve, të promovimit të kuadrit policisë, mungesë stabilizimi.
mungesë stabiliteti. Kjo pasaj jep refleksion e vetë, jep efektet e veta në gjithë organizatën e policisë. Unë bëj përgjegjës ministrin për gjendjen e policisë. Ai është politikani që duhet të zgjedhë dhe të gjejë gjuhën dhe po kështu bëj përgjegjës edhe vetë drejtorët e policisë, të cilët në përgjithësi janë nënshtruar politikës. Kur themi janë nënshtruar, do më thënë ja kanë plotësuar kërkesat, urdhrat. Gjithmonë politika do udhëheqi, do drejtoj, por nëpërmjet akteve ligjore, nëpërmjet procedurave ligjore, jashtë kritereve ligjore, edhe pse je politikan, je ministër, nuk mund ta përdorësh policinë për qëllimet tua. Më vjen keq që s'ka stabilitet brenda policisë. E kisha menduar ndryshe, se do zhvilloheshin ngjarje ndryshe. Po të flasësh tani me oficer, me punonjës policie, unë kam kontakt, sepse ka akoma nga ishtë studentët e mi, ka pak nëjsi. Ka për nëjsi. Edhe në promovim. Po si mund paguhet aq pak një polic? Po të ishit ju polic? Kur them bëj përgjegjës politikën, do të thot një infermiere është punë e nderuar, po sot merr më shumë se një inspektor policie, i cili sakrifikon dhe vë kokën në rrezik të tërë policët që dalin në shërbim, po sidomos ata që përballen me krimin. Si mund përballohet jeta po ti je polic? Është shumë e vështirë, edhe ky është një ndër shkaqet që një pjesë e tyre nuk rezistojnë dot, dorëzohen para rushfetit, para bashkëpunimit me të tjerë, qoftë dhe me krimin, kupton? Sepse shteti, sipas vështirësive, duhet bëj dhe trajtimin financiar. Ti për policinë kujtohesh kur mbaron me shërbimet e tjera publike, me nëpunësit e tjerë të shtetit. E një gjyqtar le t'i marri më shumë, se po në fundit dhe një prokuror në zyre ka punën e tja. Merë letra që përgatisin oficerët e policisë gjyqësore, që përgatisin inspektorët, kupton. Kurse këta oficerët e policisë që përballen për ditë, me ngjarje nga më të rëndat. Nga më të rëndat. Edhe e ka treguar praktika e viteve. Të vrarët i kenë policiti, sketi. Dëshmorë. Atje i ke? Gjitha instancat ligjvatuese ne duhet ta pranojmë dhe duhet ta theksojmë që policia e shtetit është ajo që ka numrin më të madh dëshmorëve. Pastaj rastet e tjera janë sporadike dhe në shumicën e rasteve për prokurorë, gjyqtar, madje po themi as nuk lidhen edhe me detyrën. Dhe ky është një fakt që ne duhet ta pranojmë. Duhet pranojmë edhe diçka tjetër. Janë dy elemente ose më saktë dy episode që kanë përcaktuar rolin vendimtar të policisë shtetit. Një është pas 97-s, kur policia me ato asete që kishte uri grupua dhe asgjësoj, po themi, disa prej grupeve kriminale që ishin shumë të rrezikshme, veçanërisht në... Po si ishte e leta jo, se e kanë haruar njerëzit, a? Ma leta mbaroj logjikën, s'pse dalë. Dhe kemi edhe një periudhë tjetër që tregoj që policia e shtetit kur ka vullnet për luftuar krimin dhe për sjellë rezultate në tërësi për shtetin, se lufta ndaj krimit ka rezultate të gjithanshme dhe që lidhen shumë edhe me integrimin. Është periudha viteve, po themi 2005-2008. Ka pas një periudhë të artë policia e shtetit në raport me goditjen e disa grupeve kriminale shumë të rrezikshme, qoftë në Durrës, qoftë në Lushnjë, në Fier, apo në veri të vendit, kuptohet ka qenë dhe një koordinim ndërinstitucional, se aty ka qenë dhe prokuroria, ka qenë dhe gjykata, por është pak më, po kjo lidhet me çështën e vullnetit. Tani çfarë ka ndodhur me armatën e policisë shtetit? Goditjen e parë policia e shtetit për gjithë vërtetës e mori me atë që ishte kanabizimi masiv i Shqipërisë. Kjo prodhoi një tragjedi qoftë për ekonominë, qoftë për rendin shoqëror, edhe në aspektin social dhe në aspektin ekonomik, por mbi gjitha struktura që goditi më shumë ishte policia e shtetit. Pse? Se aty nisi korruptimi në masë i shumë e prorëve të lartë policisë shtetit, që ishin në rangun e drejtorit të qarku, se do të kemi parasysh kanabizimi nuk bëjnë mes Tiranës, edhe në mes të Elbasanit, në fshatrat e Elbasanit, të Tepelenës, fshatrat e thellë të Gjirokastrës, madje edhe në përmet, një nga qytetet me numrin më të vogël të krimeve dhe me një historik shumë të mirë në raport me krimin organizuar, pati mbjellje dhe madje u kapën dhe sasi rekord kanabisi. Dhe kjo solli një infektim të madh që u finalizua me atë kurbanizimin e Semir Tahirit për shkak të një dosi të ardhur nga Italia, por në atë dosin që vjen ne kemi mos harrojmë vetëm rastin e Vlorës dhe Fierit. Si do vijë drejtori i ri? Jo, do vi dhe te drejtori i ri, që ishte e gjithë kupola e policisë Vlorës e përfshirë në trafikun e kanabisit drejt Italisë edhe e Fierit për dhe strukturën Tiranë. Identikiti për ju? Jo, do vite identikiti, po që të vim të identikiti duhet themi pak se pas kanabizimit na erdhi çështja e kokainës dhe jo më larg se dosjen e fundit.
dhe jo më larg se në të gjitha dosjet, grupet të përfshira në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike nga Amerika Latine, të gjitha kanë pa përjashtim një emërues përbashkët. Për fat keq, përfshirën në këto grupe të elementëve nuk u polën e policisë shtetit. Tani për të ardhur tek identiteti i ri i policisë shtetit, që me zgjedhjen e Ilir Prodës unë pata një pakënaqësi shumë të madhe në raport me transparencën që u bë me gjithë atë proces. Nuk morën vesh as platformat e tyre, nuk morën vesh as se si u bë pikëzi. Kemi diskutuar në këtë studio bashkërisht. Kemi diskutuar dhe mbi të gjitha momenti i prezantimit. Prezantimi i drejtorit të policisë shtetit është ceremoni zyrtare dhe nuk mund bëhet vetëm në Facebook. Aty duhet të ketë pranishëm gazetar, aty duhet të ketë pranishëm njerëz që janë të interesuar për bërë pak transparencë dhe për të bërë pyetje. Kjo ishte shkelja e parë pa folur për përgatitjen apo mos përgatitjen e prodhës. Ta tregoj edhe me fjalë atë që ka shkruar në platformë. Është po, ajo dëgjoj, për te kësaj është e drejtë se ti përmende një konstatim në raport me një ish drejtues policie në raport me dorëheqjen. Çfarë ndodh? Ne kemi fatin që në armatën e policisë shtetit ne kemi njerëz me shumë përvojë, që normalisht do duhet konsideroheshin si aset, po për fat keq janë nxjerrë në rrugë. Një pjesë janë nxjerrë rruga krimi organizuar, një pjesë janë nxjerrë rruga politika. E kundërta ka ndodhur me krimin. Pra nëse krimi në vitin 97 ishte brutal dhe i dhunshëm, ka kaluar dhe është sofistikuar. Ndërkohë e kundërta ndodhi me policinë e shtetit. Njerëz që e ninin shumë mirë profilet e shumë kriminelve, po themi veçanërisht në qargje, u larguan dhe pastaj erdhën në ato kushtet, kur kishim një drejtor policie që prodhoi atë letrën që t'i the, kur kemi drejtor policie që nuk dalin më në përqargje, dalin vetëm ditën e parë të shkollës, mundësisht drejtori i përrendi dhe nuk del më 365 ditë tjera, edhe nuk ka një transparencë në raport me publikun. Por tani jemi në kushtet kur policia duhet kalojë në një tjetër dimension që lidhet edhe me fuqizimin e grupeve të strukturuar kriminale, se një ndër punët kryesore ajo është, pra që lidhet me fuqizimin e grupeve kriminale. Jemi ndër kushtet kur duhet një drejtues policie që spari të ketë besimin e partnerëve, që këto dekonspirimet e operacioneve për cilat ankohen italianët dhe ankohet dhe vetë Spakut mos ndodhi. Por vetë zoti Dumani kur ishte kryetari drejtuesi Spakut. Drejtuesi Spakut dhe ndodhi së fundmi dhe me operacionet në call center. Kjo është një pikë kyçe. Bashkëpunimi me aleatët të policisë shqiptare është faktor etik. Pse them këtë? Se këto grupe shqiptare aktivitetin kryesore kanë jashtë Shqipërisë. Po çfarë kanë në Shqipëri? Në Shqipëri kanë dy gjëra, pasurinë edhe larjen e hesapeve. Kur vjen puna tek pasuria, qartazi kemi parë një mungesë vullneti të instancave ligjzbatuese për të mos i goditur, për mos aplikimin e ligjit antimafia. Le ta themi më shkurt, se çfarë ndodh? Edhe shifra që nxjerr Spak në raportin vjetor për 45 milionë euro pasuri të sekuestruara për gjatë 2025-s, është shifër krejt qesharake kur ne lexojmë në dosje që një grup kriminal ka trafikuar 8 miliardë euro kokainë. Pra, në këto kushte, policia shtetit është një faktor vendimtar dhe ndërlidhës me këto, me prokurin, me gjykatat, me potenciale dhe me partnerë. Në lidhje me rastin konkret për sa i përket shkarkimit, ne konstatojmë që gjatë këtyre viteve, siç e përmendi edhe profesori, siguria në punën e drejtorit të përgjithshëm ka qenë shumë e ulët. Pra, mandatin pas ligjit nr. 84 e ka 5 vjet, kurse mesatarja e qëndrimit në punë është 1 vit e 7 muaj. Kjo tregon, pra, Ilir Proda e ka më të vogël, e ka më të shkurtër, po të bëjmë një mesatare të përpjestojmë me numrin e drejtuesve. Kjo tregon një qëndrueshmëri të ulët në punë. Pra, kur drejtori i përgjithshëm i policisë nuk është i zoti. Nuk funksionon për ju zoti Karanja. Ndërhyrjet politike, sepse ka qenë politika që e ka shkarkuar. Pa ti, do të thonë, pse të shkojmë te shkarkimi kur temërosh një tamam që në fillim. Pra të mos bëhen gara, ligji thotë bëhet garë, kështu që i bi që s'është bë garë, apo çfarë garë është bërë. Ose e dyta, garat bëhen publike. Pra konkurset që thot ligjit bëhen publike. Transparencë. Transparencë dhe pse jo në për studio televizive s'ka asgjë, ti je i hapur për publikun. Komunikon me publikun, s'ka asgjë të keqe. Televizive puna studiove për këto. Jo, studio, ideja është specifike, flasim për organ sigurie nivelit të lartë. Ideja është e tillë. Një punonjës policie, sidomos drejtues do komunikojë me publikun. Mund të bëhen dhe komunikime nëpërmjet konferencave të shtypit. Por dhe me qytetarët komunikohet. Po konferencat, nëse se mund të kenë dhe emocione, mund të vesh letrën para, ta lexosh. Se s'ka një problem të shi. Po ke staf, ke letrën para, ta lexosh. Por duhen tani neve mungese e profesionalizmin. Ne përna shef dhe sepse kjo çfarë sjell. Por roli ministrit në këtë rast? Tani, ministri për zonjën Koçiu, Rama tha i la detyra adresa. Në këtë rast
E po këtu del urdhët politik edhe e ndërthurë politikës edhe të mos diskutojmë ku çalon politika. Ku çalon politika? Politika çalon kur i thot policit hiq kapele dhe dil mbi dhota pas dite. Po nuk është kjo, po t'ishte kjo, ka gjëra tjera. Po qenga dhe kjo. Po jo më politika edhe kjo është. Po s'ka të bëjë. Po është edhe kjo politika. Po leri se kur ti çon në parlament një deputet që akuzohet se mbështetet nga grupe kriminale, tani o bashkëpunon me ato grupe kriminale o bashkëpunon me policinë e shtetit.